Policia e Durrësit ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrit që përfshiu pas ditën e së njëjtës një magazin me lodra fëmijësh dhe fishek zjarr pranë mbikalimit të Shkozetit. Në pranga ka rënë Admir Ndoja, 38 vjeç, banues në Durrës, i cili akuzohet se shkaktoi zjarrin nga pakujdesia. Sipas hetimeve paraprake, 38 vjeçari kishte ndjezur zjarr për djegjen e barishteve pranë magazinës së një subjekti privat. Plakët dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi, duke përfshirë magazinën dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Zjarri përfshiu objektin ku ruheshin lodra për fëmijë dhe fishek zjarr, çka i bëri edhe më të vështirë ndërhyrjen për shkak të rrezikut të shpërthimeve. Në vendngjarje u angazhuan forcat e shumta të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të Durrësit, si dhe ekipet zjarrfikse portit të Durrësit, të cilët punuan për disa orë për izolimin e flakëve. Fal ndërhyrjes së zjarrfikësve, Batra u vënë në kontroll dhe u shmang përhapja e zjarrit drejt banesave dhe bizneseve përreth. Për arsye sigurie, u ndërprej përkohësisht furnizimi me energji elektrike në një pjesë të qytetit, ndërsa qarkullimi i automjeteve u bllokua në disa segmente pranë zonës së incidentit. Gjatë operacionit të shuarjes së flakëve, 2 efektiv të shërbimit zjarrfikës pësuan asfiksi nga tymi dhe u transportuan në spital për ndihmë mjekësore. Autoritetet bën të ditur se gjendja e tyre shëndetësore është e qëndrueshme. Pas veprimeve hetimore, policia identifikoi dhe arrestoi Admir Ndojën, ndaj të cilit rëndon akuza për shkaktimin e zjarrit nga pakujdesia. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.